Myftinia e Shkodër organizoi ditën e sotme në Xhaminë Oblikës një aktivitet kulturor në kuadër të festave të nëntorit. Fëmijët e qendrës kulturore pranë Xhamisë Oblikës interpretuan poezi, gjithashtu prezantuan dhe një ekspozitë. Ky aktivitet kishte si qëllim ndërthurjen e vlerave fetare me ato adhetare. Ky aktivitet ka për qëllim për të gërshëtuar vlerat fetare me ato adhetare, ku fëmijët tanë të edukohen me këtë frym, jo vetëm me dashurinë ndaj fesë, por edhe të adheut, të historisë, të trashëgimisë sonë të lavdishme, qoftë shpirtërore dhe fetare. Performanca e fëmijëve, sidomos të poezive kombëtare, është një shenjë vlerësimi për të parët tanë, rilinasit tanë, të cilët kanë sakrifikuar për të sjellë këtë liri që ne e gëzojmë të gjithë së bashku. Me këtë rast, në emër të Myftinisë së Shkodrës, uroj që kjo ditë e bekuar të vizitërojmë me çdo familje shqiptare kudo në botë dhe të shprehim edhe një herë mirënjohje dhe falënderim për rilinasit tanë, të cilët sakrifikuan për të sjellë identitetin ton, por edhe këtë pavarësi që ne e gëzojmë si të gjithë popujt e tjerë. Ndërsa në program të këtij aktiviteti ishte edhe dhurimi i flamujve kuqezi për udhëtarët në rrugën Moriçan Shkodër. Në shenjë simbolike në kuadër të 113 vjetorit të pavarësisë, fëmijët dhuruan 113 flamuj. Mesazhi është për të tërhequr vëmendjen ndaj njerëzve që mos të harrojnë dashurinë ndaj adheut, ndaj kombit dhe të kenë në vëmendjet e tyre këtë dhunti që i ka dhënë Zoti, jo vetëm ndjenjën fetare, por edhe kombëtare. Edhe ky aktivitet vjen pikërisht në kuadër të kësaj ndërgjegjësimi, që të ndërgjegjësojmë qytetarët për të arritur këtë ndjeshmëri, këtë ndjesi brez pas breze. Pjesë e këtij aktiviteti u bën fëmijët që mësojnë në qendrën kulturore në Xhaminë Oblikës, përfaqësues të Myftinisë si dhe banor të zonës.